janë 2 punëtorë këto, të cilët janë me veshja përditshme, pas një mjet mbrojtës. Mirëmëngjesi për gjithë, sot jemi këto, të nderuar prokuror, nderuar major, të nderuar zyrtar policor, të nderuar inspektor dhe përgjegjës e inspektoratit, për të zbatuar një aksion i cili paraprakisht me vetë iniciativë të kësaj prokurorie është hetuar dhe është punuar në këtë drejtim. Qëllimi i këtij aksioni dhe shënjestrimi i këtij aksioni është që të sigurojmë persona të cilët janë të kontraktuar nga kompanitë subjektet ekonomike si punëtor në vendet e punës ku ata marrin një pagë. Kjo ka rrjedhë si rezultat i verifikimit të shumë rasteve të cilat janë arritur në prokurori. Mund t'ju them se në këtë prokurori vetëm për 6 muaj kemi 19 të raste të cilat janë paraqitur nga kallëzimet penale nga inspektoratet. Me të vërtetë nga këto 19 raste, 3 raste janë me fatalitet. Vetëm 6 mujore në vitin 2025. Çka nënkupton kjo? Prej 19 rasteve, 3 raste me fatalitet. Tjera të raste i kemi me dëmtime të përhershme apo të përkohshme vlendime trupore. Të gjitha këto kanë ardhur si atribut i mos sigurisë së punëtorëve në vendin e punës, të rrezikut të tyre në punë. Përgjegjës për këtë janë të gjithë personat të cilët bartin përgjegjësinë në kompanitë kontraktuese të subjekteve ku ata janë të angazhuar, të cilët kontraktojnë punëtorë dhe nuk sigurojnë asnjë mjet pune në kuadër të vendit të punës ku ata kryejnë punën. Ju them me të drejtë se për gjatë kësaj periudhe kohore më shumë se 6 muaj kanë ardhur qytetarë punëtorë të them të shkretë të cilët për një pagë modeste punojnë në vendet të punës pa asnjë siguri që jeta e tyre është në tetik apo në fije të perit për të rrezikuar dhe për të humbur. Asnjëherë, asnjë përfitim material nuk mund të baraz vlerësohet, as baraz peshohet me humbjen e një jete të një qytetari ton. Jemi të gjithë koshient për përgjegjësitë tona. Jemi të gjithë përgjegjës nëse eventualisht një punëtor punon pa pas asnjë mbështetje, asnjë përkraje, qoftë nga kompanitë kontraktuese, e që neve na determinon përgjegjësinë për të kërkuar përgjegjësinë e atyre subjekteve ekonomike të cilët i kontraktojnë këta punëtorë. Me të vërtetë kemi verifikuar dhe kemi nxjerrë masat të veçanta hetimore të cilat bien në kompetencë të prokurorit të shtetit dhe nga imazhet të cilat i kemi siguruar gjatë kësaj periudhe kohore, qoftë me vëzhgim dhe fotografim, po ashtu dhe me mjetin dron të cilin e kemi ekzekutuar në punë, janë imazhe të cilat na lajnë shumë për dëshiru dhe janë shqetësuese për secilin prej nesh. Në këtë drejtim, sot i kemi 9 prokurorë të angazhuar për dalje në vend ngjarjes dhe në zbatim të planit. Secili prokuror do të ketë listën e pyetjeve të cilat i adresohen subjektit ekonomik në vendin e punës për përgjegjësitë të cilat kanë për mi verifikuar se a janë duke i plotësuar. Ju lutem, keni parasysh, identifikoni secilin objekt me personin përgjegjës. Janë inspektorët, ata të cilët kanë përgjegjësinë dhe janë në njohuri të saktë lidhur me kërkesat që duhet, dhe në këtë drejtim ju siguroj që të gjithë këto kompani kontraktuese nuk janë duke respektuar ligjin për sigurinë e punë dhe rregulloret përkatëse. Të gjithë këta janë duke rrezikuar jetën e punëtorëve qytetarëve tanë. Andaj në këtë drejtim të gjithë ta kryejnë detyrën ashtu siç është më së miri. Unë jam shumë vigjilente për punën e madhe dhe të mirë që kanë bërë policia gjatë gjithë kësaj periudhe kohore, të cilat e kanë kryer një punë që na ka siguruar prova gjatë kësaj periudhe kohore e do të na shërbejnë në procedurë penale gjatë hetimit me tutjeshem, por edhe gjatë adresimit të këtyre çështjeve në gjykatë. Detyrat janë të qarta. Nam prokuror do jenë në terren për të konfirmuar dyshimet se në rajonin e 5 kompanitë nuk i respektojnë rregullat e sigurisë dhe shëndetit në punë. Nën urdhat e prokurorisë, aksioni do përkrahet edhe nga rreth 60 hetues të Policisë së Kosovës. Gjitha këto raste janë hetuar dhe janë proceduar nga sektori i hetimeve rajonale, për të cilat janë ngritur dhe
kallëzime penale, po ashtu edhe gjitha rastet dhe informacionet tjera të cilat janë trajtuar pikërisht për shkak të kompetencës lëndore janë trajtuar nga sektori hetimit rajonale. Tash sfuni pikërisht me iniciativën e kryeprokurores dhe prokurorëve kompetent, kemi pranuar autorizimet për një hetim të një rasti, i cili fillimisht ka qenë si shënim zyrtar dhe pas sigurimit të prova është bërë edhe kallëzim penal. Ne do të jemi pjesë e këtij aksioni, afërsisht dikun rreth 60 zyrtar policor, do të jenë të shpërndarë në lokacione dhe mbështetje të prokurorëve të caktuar në ekipe të kombinuara, secila ekip do të ketë hetues rajonal, krim teknik dhe zyrtar të patrullës, zyrtar të rendit. Shpresojmë se kemi me kalu mirë pa incidente, niveli rrezikshmërisë, siç e tha dhe kryeprokurori, nuk është i lartë, mirë po për çdo rast aty ku rrezikohet personeli, inspektor, prokuror, ne do të jemi të gatshëm edhe me arrestu, edhe me shoqëru personat edhe me trajtu gjitha lëndët deri në fund. Faleminderit edhe herë. Zhvillimi i operacioneve të kontrollit duhet të realizohet me një proces paraprak hetimi. Për disa javë rresht prokuroria dhe policia kishin zhvilluar vëzhgim dhe grumbullim të informacioneve për zonat ku do të kryen kontrollet. Për të dokumentuar situatën janë përdorur edhe dron dhe videomaterialet nga zonat ku punëtorët janë ekspozuar rreziqeve të aksidenteve. Për të prezentuar veç pak imazhe të cilat na bojnë më shqetësu dhe që mu si kryeprokurore më ka aktivizu si aparat shtetëror në këtë drejtim, kërkoj nga hetuesi të na i prezanton disa nga imazhet të cilat më të vërtet janë shqetësuese për çdo qytetar, mos flasim edhe për. Ky është një prej vendeve të cilat pritet që të inspektohet. Është një lokacion vend ndërtim i objekteve kolektive afariste që jo rallëherë këto objekte shiqani janë 2 punëtorë këto të cilët janë me veshje përditshme pas një mjet mbrojtës pa rrethoja, domethënë të vend ndërtimit e që po determinon që është me shumë se 4 etazhe apo 5 në një vend ku mund të rrezikohet jeta e tyre në çdo moment. Shiqani edhe personi tjetër i cili është duke lëvizur, ka një kapele si mbrojtje nga dielli, po më duket, nëse mbrojtje nga dielli, jo helmet që kërkohet edhe preferohet të jetë, po kalojmë të një objekt tjetër, janë shumë imazhe mirë, po disa prej tyre po i përzgjedhim. Është personi i cili, shiqani, kalojnë pa asnjë siguri. Domethënë, janë 2 persona të cilët janë duke kaluar në një objekt me etazhitet kogja të madh, nëse zgaboj mundet me thonë deri në 8 ose 9 etazhe që. Shiqani janë punëtorët të cilët bartin material dhe nuk i kanë as helmet në kokë dhe nuk i kanë as mjetet tjera të cilat preferuan të jenë. Është ky edhe një objekt i cili determinon që të jetë pothuajse një 10 etazhe. Shiqani njerëzit, gjithsesi punëtorët në pjesën e epërme të punës, ngritet në një pjesë betoni pa asnjë mjet pune. Domethënë mundet me ra shumë lehtë prej një shkallë të drurit e cila ndoshta as në shtëpi tona nuk është. E jo në një vend ku investimet janë shumë të mëdha edhe jam e sigurt që edhe përfitimet janë shumë të mëdha. Të gjitha këto imazhe janë në të gjithë rajonin, nuk janë vetëm pozicionuar dhe intenca ka qenë që prokuroria të shtrijë zbatimin e ligjit në gjithë komunat dhe në gjithë vendet ku e ka të shtrirë jurisdiksionin. Këto shiqani është një pjesë që poshtë shtrihet betoni dhe janë hiq me pak se një 10 punëtor. Mund ta vreni vetë që asnjë prej tyre nuk e ka vendosur kapelen gjithsesi helmetën e cila obligohet ta vendos, nuk i ka uniformat e cilat duhen, nuk i ka asnjë mjet, as dorza, as ato të gjitha mjetet përcjellse të cilat duhet të jenë. Jam e sigurt që secila familje dërgon familjarin e tyre ta sjellë një pagë për me mbajt familjen, edhe nuk e pret që mos t'i kthehet fare familjari apo t'i kthehet me një viktim e cila pson dhe humb jetën në mënyrë poxhamizore. Kto është po ashtu një objekt puna e cila bëhet në periudha kohore të caktuara vetëm për të mirën e qytetarëve tanë. Kështu që papunësisht jam mirënjohëse dhe sigurisht që ju do t'jeni dora jonë e cila do të bashkëpunojë gjatë gjithë kohës në të mirën e vendit.